Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Kosovës rikthen për miratim ligjin për vendosjen e çmimeve tavan. Kurti deklaroi se projekt ligji vjen si përgjigje e domosdoshme ndaj një realiteti dhe përvojë që qytetarët tanë po e përjetojnë. Kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavanore tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimeve. Sipas tij, shkak për këtë vendim janë bërë rritjet e papritura të çmimeve, paqartësia në treg dhe mungesa e mekanizmave për mbrojtje dhe ruajtje. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximit në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Krahas asaj, qeveria miratoi dhe projekt ligjin për sigurimin shëndetësor të shpallur më herët si antikushtetues nga gjykata. Lehtësime për rikthimin e shtetësisë për diasporën në Kosovë. Këshilli i Ministrave miratoi ndryshimet në ligjin për shtetësinë. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelar Zveçlia vlerësoi se kjo është një nismë strategjike e qeverisë për të afruar legjislacionin me praktikat më të mira ndërkombëtare. Përmes këtij projekt ligji realizohet premtimi i qeverisë për lehtësimin maksimal të procesit të rikthimit të shtetësisë për diasporën, të cilëve për shkak të kufizimeve në shtetet e tyre ju është dashur të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës, tha ministri i Brendshëm Xhelar Zveçlia. Njoftim rutine komentoi ministri i Brendshëm i Shqipërisë Besford Lamallari paralajmërimin e ambasadës amerikane në Tiranë për sulme të mundshme nga Irani. Lamallari edhe një herë theksoi se policia e shtetit dhe të tjera struktura përkatëse kanë marrë prej kohësh masa dhe ka rritur vigjilencën dhe gatishmërinë. Qytetarët shqiptarë duhet ndjehen shumë të sigurt, pasi kjo është një punë që tashmë ne e vjojmë prej vitesh dhe mendoj që kanë dëshmuar si policia e shtetit, si partnerët rajonal dhe evropian që ne për sa i përket sigurisë, aq më tepër kërcënimeve që mund të vinë me një natyrë të theksuar, jemi në komunikim të përditshëm, të real në çdo minutë me agjenci ligjvatuese dhe inteligjenca brenda vendit dhe jashtë vendit. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shkarkon nga detyra prokuroren e përgjithshme Pam Bondi. Në një postim në rrjetet sociale, Trump falenderoi Bondin për punën e saj dhe njoftoi se do të kalojë në sektorin privat. Ai vlerësoi performancën e saj duke thënë se kishte bërë një punë të jashtëzakonshme në luftën kundër krimit. Bondi do zëvendësohet nga Ton Blanche. Në reagimin e saj ajo shpreh se do të punojë për një tranzicion të qetë dhe cilësoi detyrën si nderin më të madh të jetës së saj. Ajo shtoi se do të vazhdojë të mbështesë Trump edhe në rolin e ri. Largimi i saj vjen pas kritikave të shumta për mënyrën se si Departamenti i Drejtësisë trajtoi çështjen e financierit të dënuar Jeffrey Epstein. Ndryshime në radhët e hierarkisë më të lartë të ushtrisë amerikane. Generali Randy George pritet të dalë në pension me efekt menjëhershëm. Vendimi vjen pasi sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, i kërkoi dorëheqjen pa dhënë arsye zyrtare. George mbante këtë detyrë që nga gushti i vitit 2023 gjatë administratës së Joe Biden. Gjatë një karriere rreth 40 vjeçare, ai ka shërbyer në Irak dhe Afganistan duke mbajtur poste të larta në ushtri përfshirë zëvendës shefin e shtabit. Ndërkohë Pentagoni njoftoi se generali Christopher Lenive do të marrë funksionin si ushtrues detyre i shefit të shtabit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.